Kryesia e Kuvendit pritet të mlidhen ditën e hënë ku do të caktoj datën për mbajtjen e seancës në të cilën një ndër pikat e rendit të ditës pritet të jetë edhe shqyrtimi i parë i projektligjit për buxhetin e vitit 2016. Mirë po opozita e bashkuar nuk po dëshiron asnjë formë mbajtjen e seancave, pasi sipas tyre ato vetëm sa do të kontribonin për shkallëzimin dhe tensionimin e situatës. Vlerësim krejtësisht ndryshe nga opozita kanë partnerët e koalicionit. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thot se nuk ka asnjë arsye që Kuvendit të ndërpres punën e tij. Opozita sipas tij nuk ka asnjë të drejtë që të pengoj zhvillimin e seancave pasi presidentja ka dërguar për interpretim marrëveshjet për asociacionin dhe se duhet pritur vendimi i saj për lishmërinë e marrëveshjes. Meratimi i buxhetit do të jetë në rand të ditës. Sa do të ketë seancë javën tjetër, do të vendosim bashkërisht edhe me ekzekutivin dhe nëse kryeministri dhe zëvendës kryeministri janë në Kosovë, atëherë do të procedohet me seancë pasi shumë ligje dhe dokumente duhet të miratohen, të cilat janë të lidhura drejt për drejt dhe me zhvillim ekonomik dhe integrimin e Kosovës. E nga ana tjetër Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetvendosje thot se pozicioni i opozitës është i qartë dhe nuk ka funksionalitet normal të Kuvendit, përsa kohë që nuk tërhiqen nga obligimet e marra në marrëveshjet e 25 gushtit. Hoxha paralajmëron se opozita do të përdor mjetet e ngjashme sikur në seancat e kaluara. Ne do të pamundsojmë normalizimin e zajednicës. Dhe me që normalizimi i punës së Kuvendit ka për qëllim normalizimin e zajednicës, atëherë ne do të detyrohemi ta bllokojmë edhe një herë apo edhe sadoherë që është e nevojshme punën e Kuvendit. Edhe nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Palekaj e vlerëson si të pa kuptim të insistimin e partnerëve të koalicionit për të zhvilluar seanca në kohën kur të dy palët kanë dallime të mëdha, sa i përket qëndrimeve për marrëveshjet e 25 gushtit. Ne si opozitë e bashkuar e vlerësojmë si tendencë të pushtetit që me thirrjen e seancave më provoku dhe më përshkallëzu situatën. Megjithatë, ne do të jemi të përkushtuar që të ndalojmë zhvillimin e seancës. Seanca e fundit ishte mbajtur me 24 tetor, në të cilën deputetët e opozitës miratuan 3 projektligje në sallën rezervë pa praninë e opozitës.